Unë në vitin 1998 kom startu me punën në televizionin e Prishtinës. Punën e parë që kom bëu bashkë në këtë studio. Fillimisht kom punuar në studio, mandej kom punuar edhe në kerret e reportazhit, mandej kom kaluar si xhirues me kamerat Eng. I përket një brezi që të vetë shumë për historinë e televizionit në Kosovë. Ai është emri e syri që ka parë e dokumentuar dhe ka dha historie e ndryshimi në vendin tonë, zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Ahmeti, I pandar me kamerën e tij për 45 vjet, ka qenë dëshmitar I shumë proceseve që nga fillimi I viteve të 80-ta Televizionit Prishtinës. Mandej, për fat të mirë, ti më qenë një lloj bashkëpunëtori I televizionit. E shërnoja prej pushtetit aktual edhe më ka dash me migruar në pjesa më të jetës time. Pasi që më në kështu për farmërojtje, edhe ishim gjithmonë persekutuar nga pushteti I saj. Përveç përcjelljes së aktiviteteve të jetës së përditshme, përgjatë periudhës 45 vjeçare, personale në veturë të poshtë personale ka përcjellur në qindra aktivitete të ndryshme të diasporës dhe ka qenë edhe si ka shërbyer si pikë kontakti e diasporës me Unë kujtohet tash në fillon në zbehun të padisponuar. Masa ne kam shumë Kosovë. Gjithë aktivitetet e mëkatet e diasporës tonë në Gjermani dhe jo vetëm. Kështu që nga përvoja dhe bashkëpunimi që më pasur me të, ndaj fjalët e më të mira. Shërbimi tonë pa marrë parasysh se në çfarë kohë, në çfarë kushtesh atmosferike, në para ku ne përgjithëtar konkretisht aktivistët, kryetaret të shoqatave e kemi adresën e parë. që kjo është një pjesë e vogël e punës të Ahmetit. E nesër për profetit duhet si dokumentarë, po Ahmeti edhe secili kolegë sigurisht që pensionohet meriton shumë se ka, sepse po në me rronë kontribut 45 edhe po besoj që kemi mundi që. Ahmeti po e them njerë meriton shumë se ka qenë parazit është një kolegë I mirë, xhirues I mirë, patjetër bashkëpunëtor I mirë dhe bashkë edhe aty. Ahmetin e kemi pas po në me një shpirtet, ja, domethënë përveç kësaj e ka hapa edhe shpinën për neve kolegë. Ta shurën më se këshu, më se së ty. Këtë ceremoni, posaçërisht falenderoj kolegët e një cilët kom bashkëpunuar të gjatë, cilët kanë mbështetur mua gjithmonë, posa më agroni që kam kontinuar se kam kashti. Produksion këtu më kashti edhe më bë gazetar, po apet mirë farmer sa agroni se atë që e pata testu në herë poshtë po bëj. Por të kryer vetë po funksionon. Ama është një diçka, njerëzit mendojnë ja ku poshtë herë pak, se njerëzit mendojnë thua, thjesht në oshin Gjermani. Çdo fjalët e më bëj shapiktuit e suprejtë. Po për me e di që shumica ndër të gjithë, nuk kam pak emocione, se unë po kena ndan për ty.